Big Brother VIP Kosova 4, këtë sezon nuk po prolon vetëm debate dhe romans, por edhe frikë, dyshim dhe mister, që ka pushtuar rrjetin social. Kohët e fundit, vëmendja e publikut është vendosur drejt një teme të pazakontë, misticizmi dhe ritualet e dyshuara brenda shtëpisë. Në qendër të kësaj zhurme është banorja Bia, e cila ka ndezur TikTokun dhe rrjetet sociale me veprime që edhe për shumë shikues janë shqetësuese. Në disa pamje që po qarkullojnë masivisht, Bia shfaqet duke mbajtur një kukull të quajtur Labubu, të cilin e shpon me një gjilpër. Ajo e bën situatën edhe më misterioze. Është fakti se sipas komentuesve, gjatë këtij veprimi përmendet emri konkurrentes Alba Pollozhani. Por nuk mbaron me kaq. Në një moment tjetër, Bia shfaqet pranë krevatit ku flinin bashkë konkurrentët. Ajo fut diçka në dyshek, mbush një gotë me ujë dhe më pas hell një varse pranë shtratit. Por shumë përdorues të rrjeteve sociale, këto veprime ngjajnë me rituale të njohura si sehire, të cilat pretendojnë se praktikohen edhe në Rumani, vendi nga vjen ajo. Debati mori përmasa edhe më të mëdha, pas publikimit të një videoje tjetër, ku Alba shfaqet në një gjendje jo të mirë shëndetësore. Ajo dëgjohet duke thënë se gjërat po i rrëshasin nga duart, se po i bien dhe po i thyen pa arsye, duke shtuar, mos ndoshta dikush më ka marrë më sysh. Këto fjalë u bën benzinë mbi zjarr për rrjetin, ku shumë i lidhen menjëherë me pamjet e mëparshme të Bias. Rrjetet sociale janë ndarë në dy kampe, ata që po flasin për rituale dhe ata që e quajnë gjithçka një teori konspirative. E vërtet apo thjesht një lojë psikologjike? Një gjë është e sigurt, emri i Bias është sot ndër më të komentuarit në Big Brother VIP Kosova 4.